Promovohet në Itali libri Trokitja në qiell i shkrimtares fjerake Elmira Rama. Biblioteka Publike e Bashkisë së Komunës së Ferentinos, rajon Lazio, në Itali, organizoi një aktivitet kulturor për prezantimin e librit Trokitja në qiell, vepra më e fundit e shkrimtares shqiptare nga Fieri, Elmira Rama, fituesja e çmimit të parë e festivalit të 5 mbar shqiptar të poeteshave nga trevat shqipfolse. Organizatorët zgjodhen që ky aktivitet të zhvillojë në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, si një mënyrë për të vlerësuar kontributin dhe rolin e grave në art, kulturë dhe në ndërtimin e dialogut mes kulturave. Veprimtaria e shndroi bibliotekën në një hapësirë të veçantë dialogu kulturor, ku kufijt mes vendeve u zbehen për t'i lënë vend emocioneve dhe fuqisë letërsisë, është shprehur shkrimtarja poetja Elmira Rama. Citare una frase di Rita Levi Montalcini. Le donne sempre hanno dovuto portare due pesi, quello private e quello sociale. Io oserei dire, per tutte le donne albanesi che vivono in Italia, che portano un altro peso invisibile, quello della distanza e della responsabilità del resto della famiglia in Albania. Ditja kulturore solli një moment të rrallë bashkimi mes komunitetit shqiptar dhe qytetarëve italian të Ferentinos, të cilët u ulën krah për krah për të ndarë së bashku gjuhën universale të poezisë. Ky takim dëshmoi edhe një herë se kultura mbetet një nga mjetet më të fuqishme për ndërtimin e urave mes popujve dhe për forcimin e ndjenjës së përkatësisë në një komunitet më të madh, ka pohuar zonja Rama. Ky takim dëshmoi se krijimtaria letrare mbetet një nga mjetet më të fuqishme për ndërtimin e urave të bashkëpunimit mes popujve dhe forcimin e ndjenjës së përkatësisë. Ndër të tjera, në fjalën time përmenda edhe një citim të Rita Levi Montalcinit, e cila thotë se gruaja gjithmonë ka mbajtur dy pesha, peshën private dhe peshën sociale. Ndërkohë theksova që gruaja shqiptare në Itali edhe në vendet e tjera, në diasporë, mbarte edhe një peshë tjetër të padukshme, mallin, merakun dhe përgjegjësinë për pjesën tjetër të familjes së origjinës të mbetur në Shqipëri. Leximi i poezive në gjuhën shqipe shkaktoi emocione të forta tek nënat e gratë shqiptare që ishin të pranishme në aktivitet. Shkrimtarja, poetja dhe studiuesja Elmira Rama, e formuar në Itali në Universitetin e Kamerinos, konsiderohet një zë i veçantë në letërsinë bashkëkohore shqiptare. Në krijimtarinë e saj poetike, zonja Rama ndërthu rrënjët kulturore me reflektime të thella shpirtërore, duke krijuar një udhëtim poetik mes tokës dhe e qiellit.